Duket se në Maqedoni po ndodhin disa zhvillime, zoti Xhezairi. Komisioni i Venecias ka dhënë një opinion në lidhje me atë që konsiderohet përfaqësimi i drejtë në administratë, që ndryshe njihet si balancuesi, të mos gabohem. Si e vlerësoni këtë dhe çfarë mund të prodhoj, çfarë është ky opinion dhe çfarë mund të prodhoj nesër nëse, le të themi, bëhet pjesë e vendimeve, kthehet në një vendim apo pjesë e vendimmarrjes së qeverisë? Po, më duket se Ciceroni ka thënë sa më shumë ligje, aq më pak drejtësi. Në këtë sens edhe mendimi konsultativ këshillëdhënës i Komisionit të Venecias, ku për hir të së vërtetës Maqedonia ka përfaqësues të vetë, çështjen e shumë përfolur, debatet e nxehta lidhur me punën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të jo maqedonasve në administratën publike dhe shtetërore nuk është se e zgjidh. Përtej mendimit, vlerësimit pozitiv për këtë akt ligjor që pritet hyjë në procedurë parlamentare për të miratuar, edhe nga vërejtjet e Komisionit të Venecias rezulton se me gjithë përpjekjet për të nxjerrë një ligj të ri, propozim ligjisi i tillë nuk ofron mekanizma për zgjidhjen e çështjes përfaqësimit, gjë që ka pasur vërejtje për hir të së vërtetës edhe me ligjin që kjo qeveri me mendimin e gjykatës kushtetuese e shfuqizoi të ashtu quajturin balansues dhe në momentin që po flasim vazhdojnë përplasjet, akuzat e kundërakuzat mes mazhorancës parlamentare dhe opozitës, konkretisht Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim, për shkak se formulat që i ofron ky ligj nuk ushqejnë shpresën se shqiptarët dhe jo maqedonasit e tjerë, turqit, bosnjakët, romët, apo nesër nëse përfshihen edhe bullgarët, do të jenë të përfshirë kundrejt përqindjes së tyre në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Prandaj pres që këto debate, këto polemikat vazhdojnë edhe pas miratimit të ligjit, për shkak se mazhoranca parlamentare ka shumicën dhe kjo nuk është se ka për të hequr këtë çështje nga rendi i ditës, gjithnjë duke marrë parasysh edhe aktualisht në këtë fund vit ka pasur punësime në dikasere të ndryshme ku përqindja e jo maqedonasve, saktësisht e shqiptarëve, është nën atë që quhet si simbolike. Tazëm pranohen 40 maqedonas dhe vetëm një shqiptar, dhe kjo nuk është pasqyrë e realitetit ndëretnik në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që Komisioni i Venecias dhe lufta politike vazhdon në Maqedoni, zoti Xhezairi, partitë shqiptare dhe veçanërisht BDI nesër, me sa duket, në mos gaboj, ka një kongres shumë të rëndësishëm, i cili ka marrë një ngarkesë dhe simbolik shumë të veçantë. Çfarë pritet të ndodhë? Po, nesër në orën 13 në Shkup mbahet kongresi i Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe pas punimeve një ditore do të dihet se çfarë ka për të ofruar kreu i saj Ali Ahmeti pas këtyre zhvillimeve që deri diku mund të cilësohen edhe si dramatike për skenën politike të vendit.
Ka pasur kritika, për të mos thënë akuza në adresë të këtij subjekti se prej themelimit e deri tani pak ka ndryshuar në strukturën drejtuese të kësaj partie dhe nga ajo që jo më larg se sot ka mund të mësoj nga burime të afërta me Bashkimin Demokratik për Integrim, mund të thuhet lirisht se përveç zotit Ahmeti, i cili edhe mëtej do të jetë kryetimonier i anijes së madhe të BDI-së, bashkëpunëtorët e tij të deri sotëm do të tërhiqen. Me pak fjalë priten emra të rinj në drejtimin në udhëheqjen kryesin e Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kjo pritet të rindezat makinerin partijake në mënyrë që me ndjeshjen e radhëve dhe me freskimin e tyre BDI-ja të mund të bëj ballë veprimeve të mazhorancës parlamentare, të qeverisë, të pushtetit të ri, i cili për këto rreth 2 vjet nuk është se ka nguruar të prek disa nga arritjet e shqiptarëve të këtushëm në sensin e barazisë së tyre institucionale. Kur them këtë, kam parasysh se ka pasur tentime për të bërë degradimin institucional të pozitës shqiptarëve dhe kjo lidhet edhe me këtë ligjin që sapo diskutuam, balansuesin që u hoq nga mazhoranca, nga qeveria në mënyrë që të zëvendësohet me një akt të ri ligjor, i cili, që thash, nuk ofron mekanizma garantues për përfaqësimin e drejt të jo maqedonasve në administrat. Prandaj, nesër do të kemi figura të reja në udhëheqjen e kësaj partie dhe dy pista kryesore të angazhimit të saj e mbeten në planin e brendshëm, mbrojtja e të drejtave të shqiptarëve që garantohen me marrëveshjen e Ohrit të vitit 2001 dhe në planin e brendshëm quarja përpara e procesit të antarësimit me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Për të qenë më konkret të redi, nga figurat deri tanishme mësohet se do të mbeten Bujar Osmani, që ka qenë nënkryetar dhe ish ministër i jashtëm, Arber Ademi, që ka qenë ish ministër dhe nënkryetar e po ashtu edhe zëdhënës i kësaj partie, mund të llogaritet se do të jetë edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe pjesa tjetër do të jenë emra të rinj dhe të njohur për hir të së vërtetës në skenën politike të vendit, mes tyre do të jenë edhe 2 deputete goxha aktive në legjislaturën aktuale të Parlamentit të Maqedonisë. A janë këto ndryshime, zoti Xhezairi, që le të themi kërkon realisht votuesit shqiptarë në Maqedoninë e Veriut? Pra, a përputhen këto reforma që po ndërmerr, apo që kanë në plan të ndërmarrë BDI-ja në lidhje me kërkesat e vërteta të qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë Veriut? Po, mund të jenë edhe pjesë edhe për shkak të kësaj, por edhe pjesë si them, pjesë e vetëdijes se edhe partia duhet të ndryshoj, për shkak se në skenën politike partijake të këtij subjekti politike nga viti 2002 e këtej
të thuash kanë kaluar poshtë lart emra të njëjtë dhe tani ka ardhur koha që me futjen e gjakut të ri në radhët e partisë të artikulohen edhe interesat e këtij brezi i cili kur është formuar BDI-ja mund të kenë lindur e sot janë në moshën 23-25 vjeçare, prandaj edhe intenca e kreut të partisë liderit të thënë historik të këtij subjekti është që të mbetet si BDI, si Bashkim Demokratik për Integrim edhe mëtej në skenën politike për të qarë përpara në artikulimin dhe realizimin e kërkesave bosh në radhë të parë të elektoratit të shqiptarëve të këtushëm, por edhe të gjithë qytetarëve të vendit për shkak se aktualisht dhe rrjedhimisht në skenën politike kemi një forcë dominuese maqedonase VMRO DPMN e kryeministrit Kristian Mickoski, i cili si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë të jashtëm nuk është se ka shënuar ndonjë arritje të cilës si them do t'ja shihnin hajrin të gjithë qytetarët e kësaj Republike Jugosllave. Ndërkohë që kjo ishte, le të themi, ajo partia dominante e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, çfarë po ndodh me Vlenin, zoti Xhezairi, se sikur po zihen gjërat edhe brenda Vlenit? Po, edhe brenda Vlenit, nga ajo që mund të mësohet, nuk është se ekziston një harmoni në sensin e bërjes së realitet të paralajmërimeve se ky grupim politik që u mbështet edhe para zgjedhjeve nga kryeministri Kristian Mickoski, paçka se nuk e kishte numrin e mjaftueshëm për të mos thënë legitimitetin e elektoratit shqiptar, u bë pjesë e qeverisë me mbështetjen e Mickoskit, por edhe të kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Albin Kurti. Pati paralajmërime se deri në fund të vitit Vleni do të shndrohet në një parti dhe si duket fitoria e dy eksponentëve kryesor të Vlenit, Izet Mexhitit në komunën e Çajirit dhe Bilal Kasamit në komunën e Tetovës, të dyja këto fitore edhe me merit të mbështetjes së VMRO DPMN-s e kanë zgjuar oreksin si tek njëri ashtu edhe tjetri për të bërë lider i partisë. Në momentin që po flasim, raportet thonë se ka përplasje me dyert të mbyllura mes kësaj dysheje dhe nuk përjashtohet mundësia që në fillim vitin e ardhshëm të kjo pakënaqësi të rezultojë me largimin, le të themi, të besës nga ky grupim politik dhe natyrisht se kështu të ndarë, të përçarë shqiptarët, partitë politike shqiptare nuk është se do të ja dalin të bëjnë realitet ato zotime, premtime gjatë fushatave parazgjedhore. Duket se po zihen situata tek shqiptarët në Maqedoni, po kalojmë pak tek çështja e fundit. Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një ligj për autorizimin e mbrojtjes kombëtare. Nuk e di, zoti Xhezairi, a jeni të informuar, a e keni pak a shumë idenë se si e paraqesin apo vendimin që kanë marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se bëhet fjalë për një vendim të firmosur nga presidenti Trump, jo më larg se mbrëm, për sa i përket pozicionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën dhe Ballkanin, në fakt.
Po, në fakt, propozim ligji si kundërdihet mori mbështetjen, mori bekimin e të dyja grupimeve më të fuqishme të Kongresit Amerikan, si të republikanëve ashtu dhe të demokratëve. Në mos gabohem, si akt ligjor u propozua nga demokratët dhe miratimi, dekretimi i tij nga ana e shefit të shtëpisë së bardhë është një përgjigje për gjithë ata skeptikët të cilët thonin se Ballkani perëndimor do të jetë i harruar, do të jetë në plan të dytë në agjendën e presidentit Trump. Nga ajo që mund të lexohet në këtë ligj për mbrojtjen, si të them, rezulton se administrata amerikane është tepër e interesuar për normalizimin e rrethanave në Ballkan dhe do thosha për të parandaluar efektet e ndikimit të Rusisë, pse jo dhe të Kinës në rajon, gjithnjë duke marrë parasysh apostrofimin e gazit rus dhe të derivateve të fosileve, në mos gabohem, kështu ishte formulimi në ligj, dhe kjo sikur ushqen shpresën se Kosova, po pse jo edhe Maqedonia e Veriut, pse jo dhe Mali i Zi e Bosnja e Hercegovina duhet ta nisin vitin e ri me një optimizëm më të madh për sa i përket procesit të integrimit euro-atlantik të rajonit. Në rastin e Kosovës dhe të Serbisë është simptomatik nënvizimi në këtë ligj se thellimi, avancimi i marrëdhënieve të Kosovës, përkatësisht Serbisë, do të varet nga cilësia e përmirësimit të raporteve mes Serbisë e Kosovës, që nënkupton normalizimin e plot të marrëdhënieve mes dy vendeve, me vërejtjen se administrata amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundërshtojnë çdo mundësi të ndarjes, shkëmbimit të territoreve apo të popullsisë, diçka që është folur këto 10 vitet e fundit më të madhe, kur është fjala për mundësinë e normalizimit, si them, të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Po, pak a shumë në ato ujëra është, por i kthen edhe le të themi marrëveshjet e arritura deri tani me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, çka nuk është se, le të themi, nuk konsiderohet një ndryshim, përkundrazi një rikthim tek strategjia e ndjekur deri tani. Po ndërkohë që kemi këto, zoti Xhezairi, ajo që bie në sy është zgjerimi i aleancës së NATO-s pikërisht në Ballkan. Pra, sa mundësi ka që Kosova të bëhet pjesë e NATO-s, duke qenë se së fundmi kemi dëgjuar qoftë presidenten, po qoftë edhe në Kongresin Amerikan, kemi dëgjuar ide që mund të shkojnë, që shikojnë si zgjidhje të vetme antarësimin e Kosovës në NATO. Unë mendoj se do duhet të presim samitin e radhës të NATO-s që do të mbahet, në mos gabohem, tek ju në Tiranë, ku nuk përjashtohet mundësia që të asistoj edhe presidenti Amerikan Donald Trump, dhe mund të ndodhë ajo të përsëritja asaj deklaratës ish presidentit Amerikan, që kur është fjala për Kosovën,
mjaft është mjaft. Në gjykimin tim, aderimi i Kosovës, pranimi i Kosovës në NATO do të ishte një përgjigje përfundimtare për pretendimet e Serbisë për ndryshim të kufive dhe një përgjigje edhe për orekset e fqinjve ballkanik për ripërvijim të hartave të rajonit të Ballkanit, gjithnjë duke marrë parasysh pretendimet serbe për shtrydhjen e botës serbe si në Maltëzi, si në Bosnjë e Hercegovinë, pse jo edhe në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo pranimi i Kosovës në aleancën ushtarake të NATO-s natyrisht se do të ishte një kundër goditje e perëndimit ndaj pretendimeve ruso-serbe për të dominuar në rajonin e Ballkanit, gjithnjë duke marrë parasysh edhe atë thënien e goxha të moçme se rajoni i Ballkanit mbetet fuqi baruti. Ndërkohë që na vinë këto mesazhe, zoti Xhezairi nuk do lë pa përmendur faktin që diku nga gushti, nuk kujtohet data, u deklarua ndërprerja e dialogut strategjik me Kosovën. Pastaj së fundmi kemi nga Bashkimi Evropian një lajm të mirë për Kosovën, jo më larg se dje kemi heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Tani më kemi edhe këtë urdhër ekzekutiv të presidentit Trump që në një farë mënyre reflekton përveç faktit që dhe Kosova, që aleanca e NATO-s mund zgjerohet, mbetet, le të themi, në të njëjtat linja të deritanishme të administratës amerikane. Pra, si mund ta lexojmë këtë, le të themi, përplasje SBA-BE në raport me situatën në Ballkan? Po unë mendoj se është një fjalë urtë në qofsh bekteshe merr vesh dhe kjo vlen për klasën politike në radhë të parë atë kosovare, por edhe atë serbe për shkak se zhvillimet e viteve të fundit kanë provuar gjithçka pos ekzistimit të vullnetit të dyja palëve për të arritur atë që me marrëveshjet e firmosura nga të dyja palët cilësohet si normalizim i marrëdhënieve. Kur të ketë parasysh edhe fakti se qeveria e Kosovës në largim apo në detyrë të thuash i ngriu raportet me perëndimin, vendimin e dieshëm të Bashkimit Evropian, por edhe këtë ligjin e dekretuar nga presidenti amerikan i shoh si një kartuç të verdhë për ballkanasit dhe sidomos në rastin konkret për Beogradin dhe për Prishtinën zyrtare që t'jenë më të kujdesshëm në veprimet e tyre, gjithnjë duke pasur parasysh atë që quhet si politike e kulaçit dhe e kërbaçit. Prandaj pres që në zgjedhjet e 28 dhjetorit të dalë një mazhorancë parlamentare e cila do të ketë nxjerrë mësime nga këto pësimet e këtyre rreth 2 vjetëve të kaluar, për të mos thënë edhe më tepër, por kjo vlen edhe për pjesët e tjera të Ballkanit perëndimor, për shkak se hiq Shqipërinë, këto vendet e tjera janë të përballen me probleme si të raporteve ndëretnike në radhë të parë, dhe kur e them këte i kam parasysh fërkimet si në Bosnjë e Hercegovinë, ashtu edhe në Maltëzi,
pse jo edhe këtu në Maqedoni, dhe kërkohet një kurajo politike shtetërore me qëllim që disa probleme të lehen pas, që do të thotë se duhet të jepen rrugëzidhje për të mos zgjatur. Kujtoj se edhe qeveria e Maqedonisë dhe Maqedonia Veriore do të duhet që ta heqë nga rendi i ditës çështjen e ndryshimit të kushtetutës dhe të përfshirjes së elementit bullgar në mënyrë që të zhbllokohet procesi i negociatave për pranimin e Maqedonisë në familjen evropiane.